بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Unë do t'ja filloj kësaj se një themi legjerat, po bisedës me një hadith për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot Inna Allahe la yanzi'u l'ilma intiza'an. Allahu fuqi plot, diturin nuk e merr duke e pa ne se në mënyrë fizike ta marrë dhe ta ngrene. Por diturin e ngre Allahu Zëleshanuhu, vazhdon hadithi, me marrjen apo me vdekjen e dietarëve. Kështu që, kur dietarët e denjë, me të vërtet me plot kuptimin dietar, vdesën, atëherë njerëzit normal musliman kanë nevojë që të pyesen për islam. Edhe atëherë thot, e zanë vendin e tyre disa njerëz të cilët pretendojnë se janë dietar, e quajnë vetën si dietar, por ata nuk janë dietar, nuk janë të dijshëm, të denjë për një gjë të tillë. Atëherë thot ata, edhe vetën e tyre e çojnë në helaq, në shkatrim, por edhe të tjerët i çojnë në shkatrim. Pse? Se normal, musliman do të kenë nevojë për pyetje, për sqarime, për konsultime, për fetva të ndryshme. Ato do të japën përgjigje në bazë të interesave, në bazë të teorive të ndryshme të cilat nuk bazohen, nuk mbështeten me hadithet për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shariat, me hamendje, edhe me tendencat të ndryshme, edhe normal, fadallu wa adallu. Atër ata vetë do të humbin, edhe të tjerët do të humbin. Do të çojnë helaq. Pastaj kemi edhe një hadith tjetër të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot se kur vdes një dietar, kur thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një dietar, me të vërtet dietar, jo vetëm pamjen ta kese dietar, se ju të gjithë e dini, Allahu Zëleshanuhu nuk shiqon formën, fizionomi nuk e shiqon, po shiqon zemrën dhe vetën. Pra, kur vdes thot një dietar, në islam shkaktohet një vrymë. Normal ju të gjithë e dini se nëse ka vryma, atëherë ka edhe rreth pastaj ashtu, edhe fillon të dobësohet, fillon të deformohet. Atë vrim, Pejgamberi alayhis salam thot, nuk e mbyll askush jashta se nëse vin ndonjë dietar, apo kur do të vijë ndonjë dietar tjetër, si aq. Si aq. Domethënë me një vrima që paraqitet në islam, ju e keni parasysh ato të vrim. Tash sa vrima janë paraqitur në islam, ha? Do të thënë katastrofë.
edhe zavendësim me ato dietarët e denj nuk ka, vetëm me ato dietar, pseudo dietar, për të cilët foli hadithi i parë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët do ta quajnë veten dietarë, nuk janë dietar, do ta zonë vendin e dietarëve. Pejgamberi sa thot, ata vryma që paraqiten në islam, normal, nëpërmjet atyre vrymave pastaj deportojnë edhe dalen mendime të ndryshme, kena parasysh, të cilat mund të thuash vetëm limarin e kanë islame, a në esencë nuk kanë të bëjnë as pak me islamin ato. Në esencë, nuk ka të bëjë as pak me islamin. Pra, edhe një hadith tjetër do ta përmendi, në një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke mbajt ligjërat, vjen një beduin. Edhe duke fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ndërhin, normal e keni parasysh beduin, edhe i thot meta saa, tregon kur do të ndodhe qameti, shkatrimi i kësaj botës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i përgjigjet, nuk e ndërpret bisedën. Dikush tha, nuk e ndëgjoj pejgamberi, prandaj nuk i tha kur gjatë dikush ndryshe, kështu që ai disa herë përsëriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju përgjigj. Kur e përfundoi bisedën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë tha, kush ishte ai që bëni parashtroi pyetje? Ai normal, nuk e di se çfarë mënyrë është paraqit, se ka të vetdije. Thot unë, thot ja Rasulullah. Normal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka prish të thonë atë, nuk e ka ofenduar. Po i ka thonë pastaj, shkatrimi i kësaj bote do të jetë, thot, idha usida al-amru li ghayri ahlihi au kama qal. Kur do t'i besohen njerëzve të cilët nuk janë të denjë detyrat e caktuara, ato nuk janë të denjë për një detyrë të tillë, atëherë thot pritnja shkatrimin e kësaj. E kena parasysh. Pra kur u besohet një detyrë, pa marrë parasysh çfarë detyre, e mos flasëm detyrë fetare. Mos flasëm për detyrë fetare. Kur do të besohet një detyrë e tillë njerëzve të cilët nuk janë të denjë për atë, atëherë prite shkatrimin e kësaj bote. Unë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i përmenda, ju e keni parasysh se natën e xhumë për ummetin, po mund të lirisht të themi se edhe për ummetin, kështu do të thonë, përgjithësi për njerëzimin, mund të thosh. Edhe për njerëzimin ndodhi një katastrofë e madhe. Ajo ishte vrasja apo mbytja me shpërthim dietarin të famshëm botëror që dietarët e quajnë enciklopedia. Kur them dietarët e denjë e quajnë shkollë në vete, shkollë, për të cilin ju nuk e di sa keni ndëgju, po njerëzit apo doktorat kanë mbrojt doktoratur për metodën e këtij të davetit që e ka pas gjatë jetës. Doktoratur.
kanë fitu, kanë mbrojt temën e doktoraturës për metodologjinë e davetit të doktor Nutit. Mund ta kuptoni, e kanë mbrojt normal në Azhar. Pra, ki djetari denj, ju si që dini, po një rikujtim, më tepër se 50 vjet pa ndërpre, në preashtim kur ka qenë jashta i thirrur, pa ndërpre 2 herë mjavët e ka pas në një xhami, jashta ditës xhumoa që e ka pas hutbën, edhe jashta derseve që i ka mbajnë xhamin e Muhallës. 2 herë javët i ka pas në, thash, mbi 50 vjet e kusur, kështu pa ndërpre, në xhamin qendrore, ku në fillim e ka pas afër më një xhami pak si më e vogël në krahasim me tjerat, ka qenë por interesimi madh prej të rive, edhe nuk ka pas vend, se në ato ligjërata njerëzit intelektual kanë shku, edhe të gjinjës mashkullore dhe femrore. Edhe janë detiru që të kalojnë prej asaj më një tjetër, dhe ajo tjetër mbushet, edhe kalojnë më një xhami tjetër që aty e ka pas që ta përfundoje jetën e tij. Kuptohet pas një ligjërimi të gjatë në atë xhami, ajo quhet xhami Iman, ku në atë xhami ka pas raste ku janë mbledh njerëz intelektual, flasëm të ri, jo pleq. Kështu, kena njerëz që kanë prezentu, që Haxhi Sherifi o konë ma frek, e ka pa vetë. No, ka pas raste ku me 5.000, me 6.000 njerëz intelektual të ri kanë prezentu në derset e tij. Kjo jo me kështu domethënë mohabet, po me realitet. Ma pak kur ka pas një dini, ha? 1.000. Kjo, domethënë kur ka qenë, unë e di vetë, domethënë se si ju e dini, Haxhia e ka pa, edhe që edhe Amiri pa dhe të tjerat, domethënë komunikacioni aty domethënë u bllokofte. Edhe kur dyshe të shkosh në atë kohë, mbas akşamit, në ka xhamia Imani, ishte problemi i madh. Ma merr ishte në kom. Shkosh, ma merr në kom, se me të vërtet vëshin prej katundeve, prej vendeve të ndryshme, special për të dëgjuar, domethënë ligjëratën e doktorit. Sikur ai ti ishte i gjallë, ne nuk ta mbashim këtë kështu, domethënë pak e s'man detaje, por pasi që ai ka ndru jetë, mendoj se kina të drejt ma tepër që të flasëm pak e domethënë për aktivitetet e tij. Si ndodhi kjo? Natën e xhumë, të njëjtën domethënë, mbas akşamit, vazhdimisht ashtu e ka pas. Derset, normal, me këtë situatën që e dini si është në Siri, interesimi ka ra. Interesimi ka ra, por ai, elhamdulillah, Allahu xhashanu e ka bën maraton. Pa marrë parasysh çka të ndodhje,
pa marrë parasysh rreziqet që i ka pas, pa marrë parasysh se mund interesimi kishërar, se për faktorë të ndryshëm, dikush nuk jap tash për këtë situatën mendime ka ndryshë shembull, dikush për shembull se sëmvije, se luftë, shumë faktor, kryesoreja e ka vazhdu. Edhe ka pas njerëz të interesuar, edhe vetë fakti që aty ka mbajt natën e xuma, radha ka qenë e një ajetit kuranor tefsir, tefsir ka mbajt, ka bërë shpjegimin e Kuranit. Edhe aty si thuhet tash neve nuk ne intereson ajo se si o kon edhe kush e ka bon, atë nuk e hulumtëm ne, atë e din Allah fuqiplot më mirë, edhe ai person do të dale për Allah fuqiplot, dhe kush di çfarë arsyeja e të kese, nuk arsyetohet një veprim i tillë. Mbytja e njeriu nuk arsyetohet. Njeriu është i shenjtë të Allahu xhaleshanu. Ka siguri të Allahu xhaleshanu. Po mos flasëm në xhami, mos flasëm në shtëpinë e Allahut fuqiplot. Mos flasëm duke shpjegu Kuranin, duke pas Kuranin përpara. Mos flasëm duke i pas përpara talepët këtë. Në më thonë njerëzit të cilët kanë qenë të interesuar që shkojnë të dëgjojnë. Në xhami, ka shku në sigurit Allahut. Paramendo, guzon të i të mbytysh, të azgjesush, a i cili është nisë në sigurit Allahut, se xhami që të sigurume. Edhe ligjet civile, po, thonë, ka dhe më thonë, siguria the. Në kish, jo dini, ose në xhami, ju kujtohet ndoshta në Palestinë atëherë, kur hinën në kish, edhe askush Izraeli, si Izrael, Jahudi, po së nuk bënë të asgjë. Pa marrë parasysh atë, nuk e analizojmë, si ka mund një njeri që pretendon se më musliman, që dyshohet se ku me ditë si e ka pas punën ai, ku me ditë çka është ai person, dyshohet se nuk mundet musliman, edhe thotë se unë e bëj përket për Allah, asnjë normë nuk e kapën kjo. Asnjë normë. As ta kapësh për shembull me ligjet demokratike, apo me ligjet islame, apo me cilin ligj kape, nuk arsyetohet një gjë atij. Si ka hipaj person, në për të saj xhami imani është shumë xhamia madhe, tha 7-8.000 njerëz dhe, ama tepër. Si ka mund shkelje në ato shkallët, edhe duke ditë se dëshkoje, ka njerëz të cilët jenë ullë dhe në sigurinë Allahut fuqiplot për me ndëgju ders, duke i ditë se janë të rrethu me melaçe. Me melaçe, ju e dini, kur një grup njerëzish shkojnë ulen, dëgjojnë fjalët e Allahut, Allahu xhaleshanu dërgon melaçe, edhe i rrethojnë ato. Rrethi atyve melaçeve arrin deri në qiell, deri në arshin e Allahut xhaleshanu. Tash do i shpjegojmë ato hadithe. Edhe mund të paramendoni veçma kur vjen koha se e kam bajt vazhdimisht pina akşam e deri në jaci, për herë. Ndonjëherë, kur ishte se më kom prezentu prej fillimit, mendoj, kërë më shku
prej 75-të. Prej 75-të, kur ishte për shembull jacia më afër, ndonjëherë në xhami pakës ezoni thirrte, ama namazit e shtojshin pak, pastaj e falshin, këtë me xhamat normal, më thënë. Fullaja, atë. E kryesore të u përgatit, do të thonë ka përfunduar tash dersi, edhe më gatit nisin për të falë namazin e jacis, si të regohet, sa ka hinë mihrab, edhe ka ndodhë ajo, shpërthimi. Allahu Akbar, do të thonë, sa... Kjo është që na kujton neve. Ju me siguri e keni pa ato video, ashtu, e keni pa. Edhe me pa atë video në halis, si ka ndodhë halis. Kjo na kujton neve shahidllëkun në formë të tillë që e ka përjetu Hazreti Omeri. Ju e dini, Hazreti Omeri, mihrab. Një lloj edhe doktor Butit, Allahu xhaleshanuhu, njëtën paramendoja ja ka mundësu pas tefsirit Kuranit, Bismillah, grehen bëjmë, tash nuk dihet bash, ta mo më marrën mihrab, atë e kanë gjetë. Mihrab. Syzat e kini pa, ndoshta me ato fletat që i ka përgatit për ders, janë përzi me gjak. Kurani o përzi me gjak, se ka pas e Kuranin atë xhamati atë Kuranin krejt tefsir kanë bua. Edhe as Omerin e dini ju, kur bien sejdë, ai Aba Lula i bija Hazreti Omerit. Edhe e mbitur. E dini që ka ndodhur pastaj. Kjo na i kujton neve edhe formën tjetër të cilën në këtë formë të cilën e ka përjetuar edhe Hazreti Aliu, i cili ka qenë shahidi i xhamisë. Hazreti Omeri ishte shahidi i mihrabit, Hazreti Aliu shahidi i xhamisë. Paramendo, personi i cili e ka mbyt Hazreti Aliun 2 ditë, 3 ditë përpara. Hazreti Aliu e ka taku atë person, e ne e ka shqyqu, muslimani shef me dritën e zemrës imanit, të imanit të ti. I ka thonë, o filan, me syve tu shof unë e zjarë. Që kje? A kje diçka të? Kje nise? Do të thëmë, sikur me mu kje diçka. Jo, që unë ku marrë të ja e mirë e muminin të falem keqët. Edhe kur ndodhen në xhami, kur e mbitën ai, Hazreti Alia ka shef, thot, pa nuk ishe tibe dje para 3 ditëve që thash se mes syve tu ka zjarë. Kini parasysh. Pra, elhamdulillah, Allahu xhaleshanuhu doktor Butit fal kontributit të palodhshëm të tij që mu u fol, domethënë me të vërtet çfarë gjallërie ka pas. Ju edhe vetë keni pati 83-4 vjet, edhe hipte në hidme, domethënë në atë mënyrë ta mbaja ligjëratën, hidbën, kjo si e pamundshme, në atë formë. Në kam, keni pato të të kusurve që kanë ulen, në karike ulen. Jo, në kam. Në xhamine e Mewi është, në më thonë, formën sikur
Osmanlit që e kanë, më thënë, kom du të rejsh. Edhe shpatën atë e kishte, e cila është edhe më thënë tradit islama, jo? Pra, Doktor Buti, Allahu Zëreshanu jam mundësë që tjese shahidi edhe i gjamis, edhe shahidi i dersit, edhe shahidi i mihrabit. Ne kështu e mendojmë, ndërsa nuk e pastrojmë askënd para Allahut fuqiplot. Allahu Zëreshanu të gjithë njerëzit i të t'i marrën përgjithësi, por masa e muslimonëve, ne jena të obliguar që të gjykojmë sipas asaj që e shohëm dhe që e dim, me lejen e Allahu Zëreshanu, ai ka shku shahid. Ka shku shahid, si thoni, pakës nëse e mendojmë, kjo një analizë e shkurtë të bëjmë, ka pas mundësi për rrugë, bom. Se qëllimi jo konë të aj, kur i ka i përmendo, i kanë fliju kretë gjematin për ta mbaj, për ta mbytat. Ka pas mundësi edhe dikull tjetër. Apo jo, Allah fuqiplot kader, e ka bo që tu ambyllje të gjithë atimve lomoticve, të cilët folin fjalë të ndryshme, fjalë të cilat nuk kanë as një pesh, se ato fjalë nuk dalën prej dietarëve, as pak. Edhe prej dietarëve të cilat janë në kundërshtim me mendim me të, për nuk dalën. Ju e keni pa dhe e shihni. Jashtë se prej njerëzve të thjesht, të randomt, të cilët nuk kanë bëjnë me ahlak islami. As pak. Me ahlak islami nuk ka të bëjaj. Ajo është njeri, tash mos përshkruajmë. Pra, Allahu Zëreshanu ka desht si dhurat qape Doktor Butit i gjatë të tjilë. Sa Allahu fuqiplot, ju e dini sahabëve, po edhe të qerëve, edhe në përgjithësi, kur i donë, u jep dhurata. Qish më dënjojë dhe dhuratë? Dhuratë me madhe se sa të shkoj shahid, edhe atë, para me ndohë, je ullë, tash, të mundësot mu për shemëll, dë vdes, duke dhonë ligjerat. E di shka të thotë ajo? Duke ligjeru, për Allah, tefsir. Ajo. Pra, nëse marrëm të analizojmë për shemëll se çfarë virtytesh ka pas e person, se thash kena të drejtë që të flasëm pak s'pasi që ai ka ndru jetë. Se dikush mendon se ne e idealizojmë atë. Në islam nuk ka se gjëra, por në islam u a japëm hakun çdo kujt që e meriton. Apo flasëm për nimetet e Allahut fuqiplot. Flasëm për nimetet. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ai shkurt do ta tregoj edhe kur ka fillu ligjerimin, po me një përgëzim nga Allahu Zëreshanu, ashtu e ka provu Allahu Zëreshanu, një ndihem, një dhurat, ja ka thonë Doktor Butit, për të cilën nuk në ka tërgu Doktor Butit, asë njëherë nuk ka folë kësë fjallë. Asë njëherë. Po djetarët tjerë. Këtë e kam dëgju, tash nuk e të tërgu e emrin, po
është për djetarve të mëdhej, tha, doktor Buti, thot prej Ezherit. E ka kry doktoraturën me një temë që, si thonë ato dul njëni i Ezherit, një doktor tha, ne dim çfarë peshe ka ai. I Ezherit. Ne të Ezherit e dim, kush është doktor Buti, çfarë peshe ka ai person, në shkencë, në dituri, në shariat. E ka kry, do më thonë, në një temë shumë, do më thonë, të ndërlikuar, edhe ja ka dhënë haku. Thot edhe kur nuk dëshin të pranojnë, kish njerëz të cilët, se ai ka qenë, elhamdulillah, me lejnë Allahu xhaleshanu, i aftë për fillimit. Dhe ka mësu të djetarët, më të mëdhejta asaj kohe në Sham, të Hasan Habanneke. Ai ka qenë, do të thonë, për djetarëve të mëdhej. Edhe s'kan pas qare po me e pranu, nere e qënë paramendo në Ladikije, në Latakije, keni në gjudhësh. Qytetet e Siris tash më i dim, në Latakije kanë qu. Paramendo ka uthtu, për dit, në 3-4 dit, ka uthtu. Sa ka, 300 kusur kilometre du të kese, 350 kilometre, ka uthtu. Për i nati ka qu. E hajtë tregonte ai hoxha, që na tregonte, hoxh me famë që është e pikurave, që na tregonte. Dhe më thonë, jo dëni, thonte, ato që ishin aty në fakultet, se e kam pranu pas një kohë, s'kam pas qare, në fakultet, si ligjerus, ato kanë desh të gjinë dhe një vrim, dikun do më thonë dhe një defekt që të nxjerrin. Kur ja gjinë një defekt? Çfarë është defekti? Shkollën e mesme e ka jo shtetërore. Sa i kam mësu të hoxhallarët habën në këtë ato. Të shoqa, që të më thonë në atë kolegje. Kolegj. Po, institut, kolegj, do më thonë privat. Hoxhallarët privat. Si pranohet diploma, që bëjnë? Që bëjnë? E nxjerrin, se nuk i përmbushën kushtet, a i tregon se dikush e ka pa në ndër. Njëni prej evlijave të është më falni se e kom haru. A i tregon të në cëllin, evlija. E ka pa ndër, edhe i ka thonë, o Sejid, se atë kujnë Sejid e kujnë, doktor Buti. Ne nuk të harojmë ti në atë botën e shpirtrave. Nuk të harojmë ti. A e dini pëse se ka harojmë. Sa i ka qenë prej fëmijë lidhur me Allahun fuqiplot. A i ka qenë prej moshës së re, prej njerëzive rabbanijin. Babën e ka pas ashtu. Mulla Ramadan. Mulla Ramadan, kur ka vdek sa xhamat ka pas? 1 milion njerëz në xhenazën e tij. Në duart e ati është edukuar. Përmendo, këto janë sekrete, ai vetë si ka kallëzuar. Mu mi tregon të ndonjëherë dhe Taufiki, doktor Taufiki, thotë se do t'i kthejnë asaj. Hala izën i kërkon babës, njëherë në Lazikije e kanë thirrë ato më një manifestim. Hala i qilën telefon, thotë kada, jo thotë se ta premtim, manifestim në fakultet, duhet pa tjetër teze. Ama, kështë do më thonë moderne, di? Thotë kada t'i qilën telefon babën të apejs. Doktor Buti, i ka po 45 vjetë, 50 vjetë. Babën,
deri në momentin e fundit tjetër se ka pajtë babën e vetë. Deri para disa viteve, sa ka. I ka vdek se ka jetu gjataj. E kryesore, thot që ka ndodhi. Kanë pak e tondër, në Siri, aso ligji nuk ka pas. Kur del një ligj në Siri, thot, kush ka diploma që janë private, ato kanë të drejtë të hinë në provim, edhe unë njifët pastaj nëse e kalojnë provimin, unë njihet si diplom e rregullt. Në Siri nuk ka pas aso ligji. Doktor Buti, edhe se në nëzjerin pastaj. Kini parasysh. Rregull. Këtë më prej kurrave ishte që e tregonte, edhe pak e së ma mërë e tregonte, unë të është paramendohë më ka tregu para 30 kusur viteve, dhe disa gjëra edhe më kanë dalë për mente. Kryesore, tash unë e shoftë rrugës, pak të tregoj edhe për virtytet e tija të cilat i ka pas dhe askush nuk e ka ditë deri para 2-3 ditëve, deri ditën e njëjtë. Se ka ditë askush. Njëra prej atyre është kur e ka marrë shpërblimin e garave që është Gjajzet Dubai, il Kuran il Kerim, do thënë shpërblimi për kjo është do thënë shpërblim prej Dubai, që është enkas për garat kuranore, këtë kanë zgjedhë si personalitet i vitit. Do thënë si personalitet i vitit në ato gara, parat kanë qenë shumë, se Dubai e, dhe më thënë, me të vërtet, më thënë çmimet nalta. Mund për shembull që Amirit nga tregojë vendin e para që e merr sa japën? Unë hiç vetë s'kam marrë vesh si pjesëmarrës 18.000 euro. Ndëgjani. Vetëm pjesëmarrës. Të marrësh vend, 100.000 euro. Edhe të tregoj shifrat. A ti sa i kanë dhënë? Sa i personalitet? E kanë shpazin personalitet islam i vitit. I kanë dhënë me vërtet një shumë të konsiderueshme. Shumë të konsiderueshme. A e dini çka bën me atë shumën? Atë shumën në 2005 e merr dhe e çon gaz. Se ka ditë askush. Normal, pas vdekjes lejohet për t'i shpalojsh ato. Në gaz e çon. E dini, a kujtohet në gaz atëherë. Problemi, 2005. Ha? U kujto. Kur edhe Mubarek i vëmbylli nuk lëshon të asë njerëzit vdishin, ai nuk lëshon të kalojnë në më thonë për shërim. Tjetra, që nuk e ka ditë askush, e që këto ditë dhe kuptojnë. E shetë shtëpinë e shetë, për të ndihmu fukarat. I ka di kush janë fukara, dhe unë e di ku e ka dhe më thënë me qira banesën. Jo banesë të ush, kena kalu edhe më hargjeni, ku më tregu shkëllop. Më thonë normal, thjesht. Shpenjë që e ka pas që i ka kushtu, ajo s'ka kushtu kushit që sa, po ka kushtu, e ka shrit, dhe ka caktu njeri
Pra mbra me tregon të ketë doktor Za'tari e tregonte, thot nuk e ka ditë askush. Edhe ka caktu një person që ajtë vandaje, ko pas kohe, fukarave, që fukarat nuk e kanë ditë se kush kanë pejtë, u jenë interesau, kush është e person. Ajo u ka thonë që mos tregoni. Normal e ka zbatu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë sadakaja më e pranuar cila është një prej ative që do të hijen e arshit, edhe të sadaka, ka dhënë një sadaka, dora e majt nuk e ka hetu se gjika dhënë dora e gjatë. Ashtë që e kam shef. Edhe ki që ashtë jo. Në më dhënë, se ka tregu, edhe se s'ka leju që ajtë ta tregoje, thot, e tash, thot, kur vdiq doktor Buti, apo bas disa ditëve, thot, dhe kuptoj se tash më nuk u shkon, pra, ki pa hakon, nuk e pa hakon dhe kush tjetër. Ki pa hakon. Kush ka vdik të ditë? Ki. Po valla ki pa hakon. Në më thënë, jo dhe kush tjetër. Pra, ki person këso vërtite ka pas. Unë nuk du të merëm me akuzat, të cilat për shembull eventualisht mund njerëzit e thjesht, ata që janë të ulët, që merren me ato, gjëja se për shembull me pushtetin, këtë qatë, si thoni, vetëm një analizë, njeriu që i ka 84 vjetë, dhe i cili ka pas këtë qëndrim edhe prej 80 dishën, që unë e di, anë atër i bëshin kundërshtim, ama atër ishtë komunizëm, edhe bota nuk ishtë as internet, as shumë shtërgum, ishtë dhe më dhënë komunizmi shumë forë. Edhe e di vetë, kër e krefshin pi qërësije, këshom. Sa dilte për gjami, unë e kumë pa vetë, kër e murën policët në radhë. Në radhë. Edhe njërë 11, njërë 12 natës, në më thënë mundime. I cili nuk ka pranu tese as në Ministrinë e Vakëfit, keni parasysh, se në Siri ka dhe Ministri të Vakëfit, Ministri. Në më thënë, jo është e si Ministri tjera, Ministria për shumë ekonomisë e kësaj asaj, edhe Vakëfit. Nuk ka pranu as ati. E jo ndo një post tjetër. Nuk ka pranu arab special, dhe më thonë, t'i dërgoje dikush. Kështu dhe më thonë, dhurat. Po kështu se herë une, personalisht njerëzit mund të këshin marë për rrugë, dhe ones për rrugë. Normal, në kone fundit, ma te për ato djemë të Taufikit, e kanë... Pa, dhe një njeri kështu dhe më thonë privat, të cilit i ka besu, edi? A nuk duhosh du të të martej, du të sa. Ama që për shemë dhe kone fundit, që edhe shëqim të ti o kone dhe djali Taufikit. Ahmedi, djali Taufikit. Pra, si thoni, në njeri që punon, pa ata kanë bëjt, në njeri që e bën për ndonjë shembull interes të kësaj bote, kur mendon ai ta shfrytëzojë atë interesin kur vdese? Banez për shtetit që ka jetu deri para disa viteve nalt, atje nalt, në kodër. Kur e shet atë banesën, vape fukarave, merë një banez, ku ka pas mundësaj, thjesht edhe ajo.
Do thënë, thjesht, normal, do thënë, e mërë një banes me qira. A, në keni parasysh. A, ty normal se, që thoni, ka djetarë botëror tash që janë tjerët, e dini ku banojnë? Ha? Ha? Jo me 5 yje. Jo me 5 yje, banesat atyne. Ndoshta i keni pa, tash nuk duhe emna të bëj une. I keni pa ndoshta. Qfar tavolina kishin? Qfar koltuke kishin? Ata të futit e aj, të doktor Buti, ku më hi une, në shpenati, edhe në ketë, edhe në që ka marrë me qira jo, në pak më të ufikit po. Edhe të babës vetë. Para me do qëfar respekti babës e shtratin e babës halaje mbashin, atë. Si ka flet baba, si ka lënë librat atë kretë. Babë ati. Nuk e ka ndryshu as pak. Unë e kom edhe në mobil. Atër kur isha do thënë edhe i qizova. Kresore, njeriu i cili e ka për pasuri, për autoritet, për qëllimet kësaj bote, a i shfridzon me kohë ato, nuk i le kur të vdese, nuk i le kur t'i bëhet 85 vjetë. Po i shfridzon kohën moment se ndrojnë punët, ha? Edhe dukën ato, dukën, më njëherë, dush nuk dush. Dush, dukën ato. Pra, ne kështu mendojmë, Allahu Gjellëshanuhu atë e shpërbleft me xhenneti Firdaus. Allahu Gjellëshanuhu fal kontributit të tij, që tash do ndalem pak të ta tregoj, ai ka nxjerr deri tash 150.000 student. Nuk do të shka folëm 150.000 student. Se normal, e ka thonë ligjeru së konë në shariat, në fakultetin e shariatit. Në fakultetin e shariatit ka në vite, sa registrime sa bohan. Unë për shemë atë kërëm konë, unë ma pak, 3.000 diçka. Unë, 4.000, 5.000, 6.000 mund bërinë të njëherë. Shembull, unë kërëm konë atër 3.700 nuk e di se e kisha numre, shumë me numër. Bojnë një hesat, për atër, e deri tash, do të thënë më të vërtet, më flasëm për talebe kështu që i ka pas me mija, me që i ka shku në për xhami, ajo diçka tjetër. Talebe, kështu do të thënë zërën student, që kanë nxjerr. Ha? Të rregull. Pra, çka thonë dietarët për vërtetet e tij? Ndoshta e keni dëgjuar doktor Gjum'a është miftiu i Egjiptit, i kretë Egjiptit. Ai njëtët mendimi i ka, njëtët qëndrime që i ka pas doktor Buti. Ali Gjum'a. Për këto situata tash do më thënë që janë. Ai thot, e ka shkruajt 4-5 fjalë edhe kina nxjerr bile edhe në oshtën. Jetove i lëvdruar. Vdiqe si shahid. Lusim Allahun fuqiplot që të na i mundsoj ta ndjekim rrugën tënde, edhe ne ta ndjekim këtë rrugë. Edhe të arrijmë atje ku ka arriti. Të tjerët ka që thonë, për shembull, ndonjë dietar dul i Ezharit, se ndoshta e keni ndëgjuar, shumicat e institucioneve e kanë dënu këtë akt. Po për vlerat e atij, personalisht, thonte
Ai është njeri, si që përmenda në fillim i Azherit, ishte doktor enciklopedi, shkollë në vete. Njeri që lirisht të unë mund të them edhe si plak ishte, që rrallë mund të gjesh në këtë kohë, djetarë si kuraj. Ju ndoshta e keni ndëgju për të vërtetu se nuk ka pas as pak punë me regjimin, po e ka shigju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kujt i ka konvenua e hadith se din, nuk i ka interesoja punë. Hadithin, Kurani, prandaj ne thot e ndjekim Islamin që na porosit Kurani, e jo që na porosit për shembull Amerika apo se dikush tjetër. Ka shkruajt libra për kundër nacionalizmit arab. Si thoni, a mund të se me regjimin nëse shkruan kundër nacionalizmit arab? Ha? Pa të bëjten, unë në di se që aku me këpja të këne. Për regjimit Siris. Të mbëjten kësha. Që do libra, në Siri nuk ka, s'ke mund, edhe e mde nuk mund t'i gjensh. A i ka shkrujt. Doni, nuk doni, unë kete kom. Ketë porosia Allahu e janë. Kjo është ligji Allahu të vëgjiplak. Edash, ka shkrujt për dialektikën, do më thënë, kundër atimve iluzionet dialektikës, ku thot, jo se krejt që në ato, por disa iluzionet të dialektikës, edhe në këtë liber, 400 faqe, ka afër 400, e ka shkrujt para normal 40 kusur viteve, kur komunizmi ka vlun, e kini parasysh. Edhe i ka sfidu djetarët e asaj kohe që dalen, të cilët janë konë si Roger Garodi, për shembull, i cili pas të u bo musliman, e dini, Roger Garodi qatë dege ka pas, s'ka mund të askush, se është përkthej, qyshat nga në atë kohë në gjuhën franqeze, frenge, qysh në atë kohë, është përkthej e libër. S'ka mund të, se i ka sfidu. Asë një jetë kuranore nuk ka përdor atë. Në më dhëra e ka njoftë atë latë ma mëhej sa ato. Edhe i ka kundërshtu. Edhe ka thonë, bërën, ullëna, në tavolin, edhe biseta. Ka shkrujt për filozofi. Ka shkrujt për letërsi. E kini përësir. Ka shkrujt për lëmi fushat e shëriatit, sa të dush, për fik, usuli fik, se specializimi e ka pas në akide, ka shkrujt për akide në Muedini, thonë të një djeta, o doktori nderuar, kur shkujsh, vesh mo ke shkutash, thotë në dorën e gjath, mbahe kubrel jakinijat, të vërtetat e patunshme që e kena përkëthe, që është një ushtive. Edhe thuj, ja Rasulullah, këtë akide i kumë përhapun, se me të vërtet liber më i përshtatshëm për njerëzit që, për ata që kanë kry fakultet, se ki s'ka. Nëse mirë të analizohë me analizë. Të thuj, ja këtë akide i kumë përhapun. Ndërsa dorën tjetër mere, edhe thuj, ja Rasulullah, këtë sire e kumë përhapune që është libri Fikhu Sira, që kretë bota ja njef edhe ata të cilët nuk e du. Libri i Fikhu Sira, të cilën e kina legjeru kretë, ne, elhamdulillah, në shamë në e ka mundësohu, ama normal nuk është i përkthejme ndë. Që ka shumë pesh, ai libër. Shumë pesh ka. Edhe të tjerët
Dhe më thënë, janë njohën një gjë të tillë. Pra ka shkrujt, po bile edhe për dashuri ka shkrujt. Bile i kanë thonë atëherë, hoxh, edhe flet për dashuri, si mundet? E thë tu në flasë për dashurin e pastër, për dashurin e Allahut. Ha? Pra me fjalë tjera, elhamdulillah, prandaj dietarët i thonë se ai ka qenë enciklopedi. Edhe enciklopedi. Elhamdulillah, normal. Çdo njeri ka përmeta, nuk mund të gjesh njeri pa gabime. A mundet? S'mundet njeri. Edhe njeriu kur punon, gabon. Por dihet duken ato që janë gabime me qëllim, edhe gabime pa qëllim. Nuk idealizojmë njerëzit ne. Edhe mos i kesh kuptojmë gjëra. Pra, për së fundi, lusë Allahun xhaleshanuhu që atë ta kish pranu si shahid. Lusë Allahun xhaleshanuhu që ai të jetë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bashkë me sahabët, me Hazreti Omerin, që ka gjëra të përbashkëta me atë, i përmendëm, me Hazreti Aliun, bashkë me njerëzit e devotshëm, me pejgamberët, e inshallah e ne të cilët ja kemi dëgjuar ligjëratat e atij nëpërmjet fikusiras, ashtu, edhe mësimet të cilat i kena shpjegu, edhe neve inshallah Allahu xhaleshanu me shefatin e tyne ne i mundëson të më thonë që t'jemi bashkë inshallah. Pra kjo ishte shkurtimisht, ndoshta pak e zgjata, po të më vëni halal. Walhamdulillahi rabbil alamin.